Nga Ceriku gjatë një takimi me fermerët, kryesocialisti Edi Rama premtoi se brenda 2030-s pensioni minimal do të shkojë në 200 euro. Dhe problemi më i madh janë pensionet e fshatit. Për arsye se në aspektin e sigurimeve shoqërore ato nuk kanë dhënë kontribut. Në reagoja duke i thënë njerëzve që sot janë punë, mos e hani karamelen që në sipërfaqe është e ëmbël, po në brendi është e hidhur, të marrjes së pagave në dorë. Po t'jap këto me bank, po t'jap këto në dorë. Të duket sikur merr pak më shumë, por në fakt i bën vetes gropën kur dalësh pension. Sepse praktikisht ai që ta bën këtë po të vjedh pensionin. Sa i përket legalizimeve, Rama njoftoi se do të mbyllen të gjitha brenda vitit 2028. Janë kryer 270.000 legalizime, më shumë se i çerek milioni. Kanë mbetur edhe rreth 60.000 tjera, sepse janë shumë. Duam që të mbyllet bashkë me inventarizimin përfundimtar të pronës në 2028 dhe patjetër dhe për këtë arsye kemi futur edhe bashkitë në lojë që ta mbyllim si proces. Kështu që shpresoj shumë që kush ka pritur gjatë nuk do presi më aq sa ka pritur. Duhet dhe pak durim se ndërkohë e përsëris keni parasysh kur ne kemi marrë detyrën ishim bërë 21.000 legalizime dhe nga të cilat një pjesë ishin kriminale komplet. Në mbyllje kreu i Selisë Rozë bëri thirrje fermerëve të Cerikut për investime të përbashkëta duke argumentuar se bashkia duhet të jetë pjesë e këtyre projekteve.